antë. Dje kishe ditëlindjen. E mushi 21. Kush e dinte se çfarë mund ndodhte? Kur kam parë, o sot po jam shumë im. Unë veja dhe ta pusja për kjafoja e për gdhelja për që ke me mamë. Edhe thon doktor, pastaj prindrit qofse pranojnë për ta vanë gjumë, e ka një lakin gati. Qofse nuk dunë, po ta dim që ai do marroj me dhimbje. Po një që merr si për atë dhe për ne më jo deta. Edhe o detyru me një e vomë gjumë. Zemra ime ka ikur. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Dhe ditën e sotme me live-in tim, në fakt do ha dritaren për një nëna e 3 fëmijëve, por sot fatkeqësisht është nëna e 2, pasi djalin e saj 20 vjeçar me emrin shoqëri, ajo e ka humbur shkurtin e këtij viti. Do ha dritaren dhe të ftoj zonjën Dituri nga Lushnja për të na përfyer një histori të dhimbshme, por gjithmonë për t'i dhënë forcë dhe kurajo, dhe dua që ditën e sotme dhe ju që po na ndiqni të komentoni poshtë kësaj video për t'i dhënë forca kësaj nëne për ta ngushëlluar dhe djali i saj që tashmë është bërë një ëngjëll të jetë atje në parajs. Histori e dhimbshme. Kështu që hap dritaren dhe dëgjojmë së bashku. Dituri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zemër. Si e? Mirë, faleminderit. Si ke qenë ti? Mirë, burrin fëmit? Mirë, dua të t'jap ngushëllime sepse lexova mesazhin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ti ke humbur një djalë nga kjo jetë? Po. Sa vjeç? Para 4 muaj. Oh, sa vjeç ishte? 20. Por çfarë ndodhi? Kemi një smurje të rëndë. Ka se vuante? Kancri. Një viti gjysë rrogë. Ajo, nga smurja. Ku e kishte sëmundjen? E pati këto detën kockoret. Afër të golgonet këtu. Dhe nga momenti që u diagnostikua, një vit e gjysë mundi të jetonte? Viti gjysë. Qene shtatorin, se unë pata 3 fëmijë, kam 2 djenë, kisha 2 edhe një vajzë. Ti duhet të bësh e fortë, unë e kuptoj që është shumë e vështirë për një nënë. Aq dhimbje e madhe që isha Odeta, sinqerisht, ta them, jo si motrën time, po si vajzën time ta ka marrë vetëm për respekt, se unë vetëm ty të njeh. Dhe do jemi të dyja të flasim. Nuk ishte do më bësh fjalla vjen zgjidhje, thjesht për respekt se me pëlqen edhe desha të kaloj qiket e dhimbjen e madhe. E dashur, Dituri, njerëzit që ikin lart e Zotit e qielli, ne nuk i kthejmë dot më. Jo. Dje kishe ditëlindjen. E mushi 21. E dashur, Dituri, unë e kuptoj dhimbjen e madhe që përjeton, por mendoj që është bërë një ëngjëll për ty. Dhe të barë po së shavja. Të paktën kështu ngushëllohemi ne këtu, banorët e tokës, që njerëzit e mirë i merr lart Zoti. Nuk e di, se dhe ti ngushëllime, se dhe ty të pashtë që të kishe vdekur babi, mas qunit tim ka qenë. Edhe unë e kam humbur babain këtë vit në shkurt, në 21 shkurt. Quni ime 2 shkurt. Në 2 shkurt ka ndruar jetë. Edhe te kam parë kur kam ndezur televizorin, kam parë që ishe humbur dhe ty babai. Janë dhimbje që nuk ikin kurrë, por ne duhet të mësohemi me këtë dhimbje dhe të jetojmë me këtë dhimbje. Odeta nuk e kaloj dot dhimbjen. E kuptoni shumë e madhe. Nuk e kaloj. Nuk ka ditë më qaj, nuk ka ditë me ikin amenja. Nuk ka ditë me ikin amenja. Dhe të besoj. Do natën, do ditën me një veçëm të djalin me. Të besoj, sepse ngjarja tani ka ndodhur afër dhe ndoshta kalimi i kohës mund ta thyej pak, por jo se do iki dhimbja. Dhimbja nuk zhduket asnjëherë, do ngelet për herë tek ty, tek mua, të gjithë njerëzit që humbin njerëzit e dashur. Ne mësohemi dhe jetojmë atë dhimbje. Patjetër kam thënë Odeta, o Zot, them asnjë prind mos u djegsh, o Zot, më pafshin prindrit sy para fëmijëve. E dashur Dituri, si quhesh i ndjeri?
Shqyqyri. Shqyqyri. Mund të më tregosh çfarë ndodhi shtatorin e vitit kaluar? Shiko, una kisha pjesën e çunit, se kam çunin e mosh 24. Testurin që vjen, edhe kisha pjesën para 2 vitesh, gushtin që vjen. Kisha pjesën e çunit madh, se më rrinte në Itali, çuni vogël. Po. Ishte me letra. O kurua nde, o kurua ishte me letra. Se ma mori një pim, ma mori çuni vllai. Dhe ma bari me letra se iku minoren, iku 17 i gjys. Po, edhe do të nxjerr mohabetin se teti si erdhi, edhe do vinte për bufen e vllajt. Edhe si ngusht, si gjithë që vinë emigrantët që vinë ngusht. Edhe me thot që në Itali që o ma thot, më mlem pak, ta ma thot. E thashon kur bish këtu thashona, do qoj mami për vizit. Se kur do herë prindri kur ndjon fëmin, që thot një gjë, edhe ashtu e vaj, si që vjen çuni, si sot, zere, si me këte vakë në drekët, e qoj për vizit në minesmet Lushnjës, se këtu jam i fshat Lushnjës, afër Lushnjës jam kasharët Lushnjës. Po. E qoj për vizit, i bajnë grafin, se gjaja se banë të pesha 30 montime gjama zgjerash, edhe mund të kishtë nga pesha, se ishte i vogël mund të vinë të këtu, gjaja peshën. E qartë. Edhe i thonë, po, nuk shofim as një gjefën, ishtë nuk ka as fjalla vjen, as krisja, as i gja që ketë dëmtime, po nuk më pëlqen kur thot pastaj që thot e i grafis, thot që mund nuk më pëlqen në kama, thot. Dyshoj, le themi, personi që i bëri ekon për herë të parë, pati dyshime. Dyshoj që barjet e grafin edhe mu me dojë odeta. Me dojë, se thash e i zot, qa zban vaki. Me dojë ky mohabet, e le me kaq, veke farmacistja, i marri ilaçet e çunit. Edhe me thot farmacistja kur ikën, thot që hana thot, çuni i ri, nuk më pëlqeu që tullet karrikët time. Pra, dhimbjet ishin aq të mëdha dhe të shpeshta sa i... Por nuk rrinte dot se u këpuste. Ke parasysh i dhimbte, kishte dhimbje dhe nuk qëndronte dot në kan. E qartë. Po, pastaj thash unë, shkoj e dyta. Duhet bani herë për analizat e kockës. Po kush e dinte te në odeta? Kush e dinte se qa mund ndodhte? Pastaj i dhem bashkëshorti, thash kështu, thashëm tha Linda, farmacistja, tha, nuk ja vun veshin. Nuk doni ta besonit. Jo, ish një që nuk e pranojen po mu me dogjen, se qenë dy që ma thana radhe radhe, si a i grafis edhe farmacistja. Asgja, le me kajt, po thashe falenderoj zotin, odeta që me latë maroja pjesën e çunit, se ja kam madhe. Çunit ma. Thashë, no zot, thashë, te falenderoj tërë sa e kishim punë ditë, sa e kishim prerëtën, ditën kur e kishim. E bajmë, pjesën e çunit mirë e bukur. Çuni dhimbjet e kishte, ishe me ilaçe, kemi ndruar 3 doktor këtu. Edhe i them, pastaj i them bashkëshortit, thashë disi shpunë do ta çojmë çunin në Tiranë privat, se unë nuk e çoj në Itali, thashëm pa vizita, se do mi iki e ne dhe nuk do baj ma. Kështu e bajmë. Vete punon çuni ma se punon të në Tiranë me një firmë, edhe gjenë spitalin Gjerman. Po, këtu në Tiranë. Tiranë, po. E si spitali Gjerman, edhe merr telefon të të ma thot, vajta, tha të spitali këtu, tha, jam ke Gjermani, tha, dhe pyta, tha, goca, të pyta, më tham, tha, shkruj emrin bash vizitën. Hajde të binde çuni shkon të kyni. Jo dhe mami, thash, do shkon dhe shkon me mami, se bupi ishën puna, mëse ishë në punë, nuk e di e ma që isha aq, do isha alarmante. Me jetë atë shkoj me çunin, unë, ditën tjetër, po, mas dite, bëjmë vizitën edhe i thot doktori, ishte aq që mirë ai, s'kishe që e banë në ma çunit tim, po, u sot, edhe i thot pastaj. Nuk të shoh gjë nga kemë fare, mora, ja tregova dhe grafin. Që kishe bërë lushje. Që kishe bërë lushje. Tregova dhe ilaçet. Mos faj, pa sa mamë qafa, çuni ka me kortizone. Se ipshin çuni kortizone odeta, çuni im ishte dobësuar, thash,
sa shpejt më shqoni mu. Ai po frynte. Nga kortizonet, e qartë, e kuptoj. Edhe thot që kjo do heq urgentisht, atë keqen thashon doktorit. Hiq pak thashon ma shkruj, se menja po humte. Ma shkruj thashon. Neve do bëjmë një rezonancë, që e kupton që unë nuk i dija që ishte rezonancë. Se së nga kishte nadhë në herë një jetë. E doja t'ja baje ditën qastit, mirë herë se nuk me ndjonte, për nuk ishte rregullur mjetën. Lem një orar për 2 ditë. Kështu, bajnë vete rritje të qunin Tiranë, me shok të qunit, ku punon të kuj madhe, ba rezonancën, edhe kërkoni me në doktori, kërkon që të vijen për idri. Aty o deta në dojgjë ma keqë. E qartë. Shkojmë atje në darket e marim përgjigjen edhe thot që vinë në 7 darkes, pa tjetër, jo në 7, edhe 12 e natës tjetë, ne do shkojmë. Kështu e bajmë shkojmë, vejmë presim doktorin, në burri me gjithë qunin e tjetë, qunit timi kështë qëranë si punë të frikë. Kur mjekur? Kur i kishe thanë mjekur, nese, sa i kishe thanë do bante punën e vetë, sa i do thoshte të drejtën dhe ne mos eci me shpresa me të mira, pak në ta dijem. Edhe i thot që këtu thot nuk ka kuri. Se këte thot që ka quni, këte smurje nuk e thot, as smurje keqja asi gjë, po thot të smurje që ka quni, thot. Me qenë se që ka me letra në Itali, direkte në nisën në Itali për 2 vizitat të letë. Pra, djali u diagnostikua me kancer në kockë. O kockore të nanën djathë. Aja hangu jetën i ka fillur, pastaj kështu pa me një neve, i ku quni nuk do të ma ikti, se unë goca sa ka marru klasën e 2, kjo në të klasë parë, a i do të shtin të shkollë, thoshe nuk iki, po shtiva grisin shkollë. Por e dashur shoqëriu ja thatë sëmundjen, a i e mësoj sëmundjen? E mësoj vete jo deta, se ja thot doktorin tjera, edhe ja thot vete i. Që kështu edhe e kuptoj, një gjarë, e kuptoj që ishte serioze, nuk ishte ta maje si më kështu gjaja. Nga momenti që u diagnostikua, le të themi ka qenë pak muaj dhe i ndroi jetë. Jo, ka shkur 1 vit i gjysë. 1 vit e gjysë, po pra, 1 vit e gjysë. Na shtatori, o teta, na shtatori, që në 4 shtator të për mu, edhe 2 shkurti mos mi kujtoj njeri këta ditë. Edhe në tjërshoj që që unë i ditë lindje. Ta 3 gjera nuk du të mi përmeni njeri. Sepse nga momenti diagnostikimi ka qenë një kohë e shkurtër, 1 vit pak është, do thotë që ka bërë shumë metastaza sëmundja në trupin e tij dhe ka qenë fatale për jetën. Patjetër, ajo Teodeta mund të ketë pasur ka sëmundje, edhe megjithatë kështu apan i kanë çonin në Itali. E dashur dituri, 10 vite duhet të formohet qelizat kancerogjene në trupin e njeriut në atë mas sa të jenë serioze për të marrë jetën. Pra duhen 10 vite. Kështu thonë të paktën mjekët. Kështu që djali juaj mund të ketë qenë që në moshën 10 vjeç që i është shfaqur kjo gjë. Që s'ban vaki, që nuk ban vaki me Odeta, ne nuk e di. Megjithatë e shkon çuni në Itali, bën se s'kishe marrë se s'kishe vangishtat, për fat mirë vetë dhe kishtat edhe e çojnë se ishte me shokët e tjerë dhe e çojnë shokët në spital. Marrin telefon në ambulancën, se s'ndjon të e për shku kështu, marrin telefon në ambulancën, vjen ambulanca, e merr ke shtëpia, e çojnë atje, çan zjer këtu, ky doktorin Tiranë, se mos thojmë ne që s'ka mjek këtu. Ka mjek e Odeta. Çan nxori ky në Tiranë, ai nxori dhe ai në Itali. Mjekun në Itali. Po një vojgje. Mjekun në Itali. Megjithatë e çojnë atje dhe nipim do të mante me gënjeshtër hallë nuk ka gjë. Reumatizëm ka. Ta shumë po mirë, donte që mos me tregonte mu. Po mirë thashë na. Doktori këtu e bari kot çuna,
Megjithatë Odeta niset ikën çuni tjetër ky madhi, E qartë. ikën dhe ky madh, vetë që shtrohet çuni në spital, bajnë dhe biopsin që bajnë mjelljen, ajo donte goxha dilte 2 javë, dhe injet e çunit u shtremlu fare. Që ne nuk e shifshim, edhe shikhyr, që nuk e shifshim. Bëri Pastaj, nisi kimioterapit? ma Odeta, jo pak, po 11. Sa anca? 11 ma Odeta dhe ka parë 1 muaj e gjys djegje. Baj djegje, shko baj e kimioterapi. Për ditë që u bën, ishi ti Odeta, so. E besoj, është torturuar, kimioterapit janë shumë të rënda. Paraj të rënda që ishin, i ka vetë pasaj. E të marrë quni kimjen e parë. U që goca në shkolla, edhe i ka vetë se dorria do i baja izmetin qunit. Të besoj. Njënë, po, merë të kimjen terapi në spital, se quni i me rrim të, e qunë të nuk ishte Trento, po pa të mirë, Trento, kurse kimioterapi t'i ban dhe Bologna, se tje ishte të spitali më në mirë. Për tje. Edhe i ka vetë ngella 3 muaj, në tetori deri në janar. Edhe pastaj i ke rribe deri në funi korrikut, edhe vi me kalamajt pastaj për Shqipëri. Unë burri iken më paras edhe atje pos punove, pos fate letra atje. E qartë, nuk jeton dot. Dhe kështu shoqëriu e solle në Shqipëri. Jo, nuk e sollëm në Shqipëri. Erdhëm, marrë kimioterapit, Po, marrë analizat edhe i thanë doktor të shko. Edhe pastaj, kur ke radhën e vizites, do vish prapë. e qartë. Patjetër, megjithatë i dole mirë çdo gjë, mirë me Odeta bande rezonancë çdo gjë. Ishte mirë. Erdhëm ne këtu, ngeli çuni ja i muaj e gjys. Iku prap. Vajti bari vizitat shumë mirë, bari rezonancën, edhe huqi pastaj edhe ten krahu që pati që merrte kimioterapit. Atë stonton që mund t'ishte që u shpërndante i lagu. Edhe thot, do vinte se kishe edhe ditëlindje në vllajt. Ditë madhe, se unë shkreta pse nuk ishe vjetë, i erdi kejt do vinte gjaja tetorin. Megjithatë e mirë, hajde mam, thashë, me qenë se hoqja dhe te thaj, hajde, thashë, unë erdi ngeli 1 javë, dhe ta që lumë të rishe që kur me vinte me ikë të quni, se kur me ka ikur, i qes murë me iku truri. Të besoj. Me iku truri që nuk ishe gjenja ma, i them burit unë dhe iki do baj pashaporta, ashtë edhe do iki këtë qënë. Aq mu fiksu. Sa doli pashaporta, ikën, në prem biletat ikën. Shumë e bën, erdhëm në shpi, me kalamajt, iku pastaj në tetor prap, prema biletën pastaj unë me burin, me gocën, se do vinte nusja me qunin ma mrapa, se priste qunin ma i dilshin letra për të marrë vaksin. Edhe iki unë pres me burin, prisin biletat me 21 vjetor. Do rrim deri në janar. Do t'i quni usmur. Usmur pa kapi direkt në atë. U përkeqësua. U përkeqësu që u shpërndan gjithë trupi. Thot mua, thot mua ka kurrizi, thot, ama Odeta, në shkoj direkt në menja. Quni tim i shkëtër prapë. Direktër. Edhe nuk e doja ma vetën ma. Ajo që e punit. Edhe më thotë një pastaj, ma thotë rigrisi, thotë një që thotë që mu më thanë dhe doktor, thotë, me qenë se naja që po bën kimioterapin, çdo gjë 9% do t'i kapi me zemër, me gjitha, me veshka do t'i kapin gjithë naj qike, po prapë më hoqi qikmenja, thashun masa dhe mund t'a ketë në kimioterapit. Menja nuk u hite, hytë për ditë, më mamë, të doli rezonanca, ma thoshe, se ma shumë na unë do ti. Ai nuk e kuptonte se sa donte prindi. Kur e ka marrë vesh Odeta, që me thot, ish këthyrë prapë, se ne kishëm prej biletat prisqim dhejëm ke quni. O, zot, thashëm, ne i them pastaj burë, o bisnikte, quni që ka këthyrë prapë, se ishte të spitali, Bolonjës.
E merrim se shkon të filloj me vajtur në punë, e merrim telefonin herë në hapte, herë s'na hapte. Edhe e kuptum se kur e flisqim ky rrinte shtrirë. O Liko, ku jetoj se i thoja shkurt i thojmë Likone? O Liko, ku jetoja unë? Po jam ato, jam lodhur edhe po rri shtrirë. Ky s'rrinte do të ullë më. E qartë, sepse metastazat kishin prekur shtyllën kurrizore. Preku shtyllën në nazat. Që ne nuk e dijem, nuk e dishin. Megjithatë, i them burrit, o bisnik, do ikim thash se nuk na pret puna ma. Dhe të digjem biletë. Se çoni nuk ish mirë. Çoni kishe shpinë e vet, edhe po rrinte me shokën i për mos ngel vetën. Edhe ke qeraja unë i mante pak se ishte 500 në sa herë. Nëse, edhe për mos ngel dhe vetën sa më shtjeri, unë po as mos i merr lekë, nëse rri me shok, më rri vetën, se sa të vend të gjaja do vejem neve, do vinte dhe çoni me nusën, do rrishin gjaja, do të rezisë mi herë mirë dhe ta nuk e dim që na priste. Nuk e dim. Megjithatë, iki unë me burrin pa dijenin e çunit fare. Na e bin gjarat ma ne, na vjen a merr shoku, na bin garancin, ma bie një pim, pastaj vjen merr shoku çunit, shoku punës, vjen a merr me makinë, ke aeroporti, po pa dijenin e çunit. Se po ta merr të vesh i thoshe gjithmonë që jo, ku do veni ja erdhën ditët e juja, ne ikim përpara, pastaj nuk pritëm në 21-shin. Kemi ikë që me 16. Kur dhemi tje Odeta, ke marrin telefon, e merr shoku, nuk hapte telefon. Ullet a grilla Odeta, kur kam parë, o, sot po jam shumë im, që shërrijem ne në Shqipëri tash. Që shërrijem ne në Shqipëri, kur kemi vajtë. Me së qaj, nuk e di unë kam majtë, e kam baret e zemrën, burri i ta hedhë më qantën e tjena tanë, i ko hyri me nërë tje banjë të vësë qante, qoni qante ty dhe i thoshe, pastaj se do ndë jashtë mase. Motrën i thoshe o Gresja, hajde thoshe se ka qëptim njallë. Unë veja dhe ta pusja për kja thoja, e për gdhelja, për që keme manë, nuk erdhëm, do vijem, qëbarin ndatë 21, qëbarin ndatë 16 thoja. Edhe kja të herë e Odeta, a i nuk unë rritë ma. Nuk e shtiu makorën e bukës. Vajt pastaj u shtru, e majtën 3 javë shpi, se ata dishin. Ato dijen, se ishe për hapër, për dojnë, mos e rëndojnë. Edhe kishën thanë që, për shopin do bajnë biopsin, kishën thanë. Mos jetë në mikrobi ri, apo ishte ajo gjaja. Dojnë qysh, pastaj kishën thanë. Kishën thanë nipi tim, ne dim, kishën thanë, se nipi im shkon të shumë spital, ne që ngellën dhe mi dhe ne kemi shpi. Edhe kishën thanë që ish për hapër. E majnë Odetën me nuk e di, me majnë me qetësuse dhe thojnë që ka rap. Ka rapja e të spitali, ata majnë me qetësuse shpi, se pa shifjin jenin, nuk ishin që i bajnë ma t'i vijen prap, bajnë kimioterapi. Megjithatë, qojmë spit, marrin telefon ata, se e merë quni në shkreta i thot që jam bërë shumë kej. Mirë, thojnë e ta filan dit, hajde, thot, o Gres. Mirë, filan dit, thot, hajde. Edhe thot quni unë nuk vi do të vetëm, thot, se nuk jam për as një gjë, edhe do marrë një në prindrit. Ata thojnë që dalë thojnë do flasim, se s'kishin taj. Do flasim, edhe do të kthejmë përgjigje, shqyqyrë zote kthejmë përgjigje që do të vi një në prindrit. Shkon burri pastaj e tjerë, Odeta nuk ishit gjaja ka keqër, kur vete për kthysja. Me thot burri, kemi qaj bajma, nuk i nisim kimjet, sa i ka preku shtyllën korrizore ish për hapër. Burri im kishe marrur më atë moment, edhe i kishe thanë veç që përkaq. Si tjetë nis kishe thanë a Zoti, po do t'i marrojmë gjithë kurimet. Do t'ja bajmë kishe thanë, nuk ja lem gjysën. Njerë kishe thanë ja bajmë, po. Edhe shu ishte e vërteta, Odeta si që thanë në to. Djali vdiq, djali ka vdekur në spital, në Itali? Në spital në Itali atje ishim gjithë neve. Dhimbshme. O jema dhe të më kishit gjaj ma kishit, po me thot burri, pa nishit jema, del, edhe të më herë besnik të.
edhe me thot që, kur ma thot Odeta që bau e fort, i kam sjellur dhe të kokës, kështu, e të fillova me të madhe të spital, atje në shtëpi. Që vese qaja, ja mbylla telefonin burrit, dhe vese qaja, o Zot, thash o Zot deri këtu pasa pas çunim, i hoqja shpresat e Odeta. Sa do që çuni fliste në herë ose i thoja shkruja besniku, që shka kthesh çuni sot. E herë thoshte mirë, i herë thoshe ka pas dhimbje, kur thoshe ka pas dhimbje, o ngria, dhe ja i thoja çunit ke dhoma. O Marko, thoja, Liko nuk ka dhimbje arsone, do ikë në spital. Spitalin e kishim 2 orë larg. E qartë. Që të shkoj. Makina vetë nuk kishim, megjithatë bere qavës në makinat e shokët që e kanë i mur, nuk kemi shlyrje me. E majnë 3 javë, majtë me tja, hajdi vunë kimje në të fort Odeta që nuk ja hoqen 2 javë në krau. Kimja ma fort ajo ishte, që po të bante punë mirë, po nësë banda ajo i bani pare. Nuk i dha asi loj fikti. Mikraha bante kimja, mikraha bante djegin, vente më spital tjetër. Aq ka vujtër më Odeta. Aq ka vujtër më Odeta, ko fa muna aja i qaj qunit. E doja të lisje veç më ty nuk isi do më bërgja, për veç më thjesht për fjallë të njëra. Të besoj. Ti ke shkuar në spital ditët e fundit për para se të ndronte jetë? Tjetër, i vija dhe ty të Bologna, shkoja, për nuk me lindë të burë se thoshe, kur di që mund me nante që po të rria una, pashe mund bëjna i gjatë kjo këtu spital, se me një i gjëja madhe për të minë. Na pru në afër ke shpia pastaj Odeta. E majtën 3 javë fikse tje. Pastaj na pru në afër me një spital dhe ty ke shpia, i spitali ishte kështu që rrijen këto flet. Ishte spitali tamam. Edhe na kanë hapur, siç na kanë shti atje që shtin çonin të dhoma, dhe i prenzan tonë çoni, se unë shkreta ti të gjuhën, ky mami, babi, motra, vllai edhe për nusë, se ishte edhe nusë me neve. Atje. Edhe na kanë thënë Odeta, keni thënë të këtu dhomën ke ishtë, si i thojnë Bobi, që rrugulloshin në zemën, po. Dhoma, ku ishtë Bobi, thoshe kjo shpia juj. Aq mirë u sollë në Odeta, aq mirë u sollë me neve. Kjo i shpia juj, thoshte, do rrini gjithë si familje. Rrini kur dush, ikni kur dush. Edhe me thoshin që hajde, thoshin, tërgojmë gjerat që do gatush të kuzhina. Gjitha gjerat që ishin, i ketë gjitha këtu, do një tani, do një pini, do të gatush këtu. Qa do gatuj në edhe. Të besoj. Do gatuj në Odeta. Do gatuj qa do shifi. Qa do shifi. Por të paktën, dashuria që ju ofruan ngrohtësia ishte një lirim për ju, në ato momente të vështira që po kalonit. Ishte me Odeta. Ishte me Odeta se dojnë ta çojnë çonin pastaj në spitalin Trentos. Ta çojnë atje, dojnë t'i bajnë thjesht një vizitë edhe ta bien pra. Ndërkohë që orët kalonin, ditët kalonin, gjendja e tij rëndohej. Ande me Odeta, e logarit që nuk e maj ma morfinat. As morfina nuk e qetësonte më me dhimbje? Jo. Një natë unë nuk e tia që ishte se unë rria me gocën. I rrim gjithë ditët deri në orën 11 për 12 natës që rrim të burri me çonin me nuse dhe ikshin shpi, se kishim marrë për shpin, këte në banet e aq, nuk e di. Po them jam shumë falenderuse, nuk ishin që i bajnë jetës çonit tim, po e në banë të mirë që nuk na qonë, nuk na hoqe një sekund na qoni. Që unë askan njeli çonit ja për 2 javë, nuk undava një sekund ditë na. Kanë qenë momentet e fundit, paktën ke qenë pranë ti dhe i ke shërbyer deri në frymëmarrjen e fundit. Për të pjesë jam e lumtur. Jam e lumtur se njela çoni deri sekondin që la. Këtë gjë. Ai ka qenë me gojë deri në momentin e fundit. Jo. Nuk qeti Odeta sa ata vunë gjumë, në dhimbje që kishte. Ka pas dhimbje. A dhe anë dhimbje vdekje? A që dhimbje me Odeta, Liko tha jonë, se qanë më mamë, se ke parasysh i kapi kam të ty. Na kam
kapi dhe trupin, kapi kokën, kapi mushkërit, i kapi gjitha. Në logarit që u shpërtheu gjithë, shpërtheu për një muj. Për një muj gjysë në bujetën. Për një muj gjysë. A që të mërsh me që. Po ku themi jemi falenderus edhe banë shmosa deta, si që Marvequni kishin qep t'i hapshin gocës atje që quhet ai. GoFundMe. Për ndim gocës si vinte keqjo deta, dojnë ta merren ta çojnë gocën që të los të orgaton me mitët atje ke çaj janë këto. Deta se harova këto si bamirës që janë këto dojnë ta merren gocën që të shon goca nuk largon. I vinte keq se të rri, thoshe çofi e ty vaj. I vinte keq, po. Edhe duhet ta çoj me tjetër, thoshe që të luzi me kalamaj, thoshe edhe... Që mos të rri aty, që mos të rrinte aty në atë ambient. Mos rrinte pa, ai nuk rrinte pa te, kjo nuk rrinte pa te. E ka pasur pikë të dobët motrën. Me këte? I thoje më dhe ta funin, momentin e funit fare, ta kërku uj me dorën me motrës. Me të pak dhirë me thot mua, ma, o të kiqete. So unë e kam barë hallat shunit, unë i kam barë gjithë tjere, fjalla vje se kam pas shumë fatkeqësia në shpitimin, para 4 vitesh me vdik vjere. E qartë, e kuptoj, u preka, sepse kujtoj dhe unë momentet e fundit të Timeti, Po, i cili... se ditë të babi jotë smurje kështu kishe kalur. Po, me kancer, dhe ai gjithimbje të forta... Të ndjova mirë fare që e kishe majtë dhe të shpia jote, me kërkoj teti dhe për vajtën poliçan, të ndjova gjithët e una. Ashtu e zoti ishi ma zote. Të paktën baba im jetoi, i martoi fëmijët, kurse djali juaj kaq i ri është akoma histori më e dhimbshme, por më kujton momentin e morfinës, vetëm 2 orë përpara se babai të jepte jetë, kishte dhimbje aq të mëdha sa thoshte më bëni derman. Domethënë dhimbja aq të mëdha sa vetëm shpirti i tyre e di si i kanë përballuar. Ata qa përballuan? Qa përballuan me odet. Kam thënë o zë, as si prind mos u vjeksh. Me gjithë zemër, me gjithë shpirë, se nuk përballuan dhe njerëz. Është e vërtet. Ata pastaj odeta vunë gjumë si që i kërkoj kërëcës ujë, e motrës, tha, ma, tha, du ujë, tha, du ujë, ndu të tofta, pa du dhe në dora grisi. Pa tjetër, thash, e kam njëjtë kocën odeta, gjupsh. Që t'jepte ujë. Qovë, hipte ujë, besi t'hipte ujë, sa e kuptova. Se ma gjithë ditë vinë të kuptova, e në dhinjët të qunit, thash, në qoke, mami, se do vla qo ujë dhe do në dora jote. Kjo filloj herë me qatë qoke, mami jote, me gjithë dhe njët, i e punë, o vla qo, thot, hape gojën, o deta, kjo shap gojën me deta se nuk ka hapë. Hapi syta, hapi dhe pak sytë, se jam grejsi, tha, po t'ja pun ujë, tha, me dorën time, tha. Pa pirë ujë, o deta, o sofi ma, e ti baj mirë, o zot, u shtof shpirti tje ku ish, thush ja i gotuj, që i nuk parapinte një gërmat zvazja. Dhe ja bani që kopjo, aja qeva deta, e piu me dorën e kocës, e një fillu me pamuk. E vunë gjumë, se na thamë që e vunë i herë në gjumë, në zgjumë prapë. O deta nuk ishi tjaja ma keqje dhe në gjumë, bese ishi në gjumë dhe i nërin të trupi. Qartë. I nërin të trupi, o zotë thoja, që më një pëmarë? E zgjumë prapë në gjumë. E zgjumë prapë në gjumë. O i kërë t'ju në gjumë, o deta, të fillojnë dhimjet e qumë. Se i kishte dhimje, për na i kishte në gjumë nuk i kuptonte. E qartë, e qartë. Edhe pastaj një deta u zgju quni i fillon dhimjet. Krizat maja. Sot i ma thash. Edhe ka shumë fragmenta ku thonë nuk ma i menë se nuk jemi në gjenje. E qartë. Vun doktorët, e shikon doktori, odeta,
Kur e hap kapakun e syll çunit, o zot, sa më pa shikonte dhe sa mund jetonte. Edhe se pata shumë nga njerëzit e mi, shumë fare, që qëndruan pranë teje. me erdhën në Shqipëria. E me erdhën në Itali, kisha dhe një pojtë e mija, ne gjithë. Motrës e të vlezrit, i kisha ndej, kisha dhe motrën time, me erdhë vaj pastaj e erdhën kushurit e qunit, me hallën, pata shumë fare. Pata shumë fare që e kalum dhëmjen, që e kalojem dhe me njerëzit me shoke me mi që ndej pastaj. Edhe thonë doktor, pastaj i thonë një pojve të mi se ne s'merem vesh që unë ishe ma ngjenje, se po nese se nuk ditojnë e tjete se kur t'ishte, po dhe i thonë që shikovi që thonë. Nuk ka ma, po ishte i gjatë që prindrit qofë se pranojnë për ta vanë gjumë, e ka një latin gati. Qofë se nuk dunë, po ta dim që a i do maroj me dhimje. Dimshme. Do maroj me dhime me odeta, thoshe të kaloj dhimje të manja. Do vuan. Me gjithët e kam prindrit dorë. Neve nuk ishim guxim. Dojmë qonin gja me lape, gjajat na thoshte na i gja. Pa me një odeta. Edhe i them burit, o bisnik, ta torturojmë qonin. Qoni janë nuk bahat ma. Se pa lem, ne më rëpeta, pojmë që kaloj dhimje të manja, deri sa do na iki. E ta shë ta lem dhe jorë, ka të lem dhe jorë, ata orë që ishin të merë. Ishin orët e fundit të ti. Po ishin të merë si për atë dhe për ne më jo deta. Edhe o dytëru me një e vomë gjumë. Ta nuk i marim një sekund jetës, një minut nuk i marim as i sekund as një minut. Dhe se thjesht do rrinë gjumë, do marojnë gjumë. Po do kuptohet, nuk ishte do kuptohet. Po, nga parametrat, që mjekët zemrën gjitha ja kontrolloni dhe do kuptoj. Dhe a i ka vdekur në gjumë? Gjumë. Po i më odeta, se te kuptova unë ajo do. Të pak të niku pa dhimbje. Mendo këtë gjë që... Ato odeta që ishin gjumë, kur i kam barë tresët për mjerë, edhe i thash una, me shenja, rridho unë të gja brenda, se ishe hera punë. Pa tjetër thanë ata, që ishin ajtë mirë, po them kjo sollë, nuk e di. Rritha, parë qunin odeta, tanë qofë, tha, se të ndjoj dhimja, ta ne do t'i bajnë një morfin prapë. Sa do që ishte në gjumë, po dhimjet i kishe pakara. Edhe në gjumë, që i vun i lachin një gjumit, që do thush ishe maru, nga ka rotëllure odeta, ja ka bë, Ka dhimbja. o zot, tash më mamë, edhe në gjumë, po ja una, i ndjonë, nuk ja banë morfinë. Nuk ja banë. Me gjithate, ashtu maron qonin gjumë odeta. Edhe i them vlajtin, a qenë duke këdhirë e tjela, ora 3 mjezit. Si që kemi këdhirë, ishin dhe njerëzit e nusës tezët në gjëborat atje, dhe si që kemi këdhirë, i them vlajt, se thot vlajt që shtriu pak më thot mu. Jo, una tash të shtrihem këtu me qonin. E mora jastikon dhe una fi krevati qonin, edhe ullin karriket. E tha i se sone, ta do fleo me qonin. Keqja tash në flutën, le dhe sone tash. Se e dhja, e shifja, mirë taj nuk po t'lu. Po nuk flejta ma. Fatkeqësisht ai fleti për gjithmonë tashmë. Ti ke qënduar pranë, ke bërë gjithçka e dashur. Apo që kemi bara odeta. E sigur që ai është i parajsës. Shumë. Një djalë aq i ri është ëngjëll, është i parajsës. Femra që ka pas në odeta. Në ato momente Zoti t'jep fuqi, t'jep forcë për të përballuar. Nuk e di këte thoja më odeta, o Zoti ma, i kam thanë vetë që më kajtë besnik tha shumë, s'pa i shumë. Nuk dojat me bënë të se do thojë, po vunde më odeta. Po vunde më odeta, se nuk ishte jetë ma,
se të kishte jetë, po bërtisqim gjithë me akthente. Nuk ishte më këtim pas e qartë. Nuk kishte ma, me gjithate marrin në rregullojnë qonin e tjerë. Besoj që trupin e keni sjellë tu, e keni varrosur në lushnjë. Këtu ka sharë në fshat. Po, në fshat, po. E pastaj jo, nuk njelem shumë andej. Dilem gjesë, maroj qoni, martjen o njës qoni, martjen. Të martjen, keni sjellë Të trupin. martjen o njës, i ban procedurat shumë shpejt. Na nimunë. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse ka probleme kur do s'esh trupin e pajet nga një shtet, ka dhe procedura që edhe zjasin, por falë Zotit i keni kryer shpejt dhe për 2 ditë. A di qa risku që tjeko të asho Zotin ma, qysh do rriun ke shpia qunit, o qysh do ta përballoj unë derisa pikim. Me gjithate, na kanë ardhur të gjithë shqiptarët. Qa ishin gjithë qytetet anë në mbanë të anër. Ju kanë ndihmuar, bravo. Ndihmun, se ne në pak shoqata do në ndihmonte për rrugën e qunit. Rruga kushtonte 3.000 euro. Nëse se mund tanë thoshin një pojtemi për këtë pjesë mos hyni fare se këtë do ta nisim ne çonin, edhe mos ndihmonte. Shoqata një pojtemi da rregullojnë vetë çonin. Megjithatë kështu bajnë në 1:10. Të martjen mëngjes pastaj nisë çuni, neve nisëm në orën 11 natës martjen. Me avion, se ishe me avion çuni iku me tragjet. Edhe na kanë ndihmuar gjithë shqiptarët. Bravo. O zot nuk i kemi njërë o dhe qenë në atë moment ke maron qune mi thot nusës, mi thot vlajim. Gërsida thot, shkoni të shpia, thot rrugulloni shpi, thot se do vi njerës ke shpia. Unë nuk e dija. Unë vesa humja me odeta, nuk ishe ditë. Të besoj. Nuk ishe ditë me odeta, nuk ishe ditë, mos me bajnë qëtësu se ka tje. Nuk ishe ditë me qëtësu se rojta unë e tje. Që me qëtësu se rojve, se thojnë që është e vështirë, për çdo nën, është e vështirë të pranosh humbjen e djalit, është shumë e vështirë. Ipja verme në deta. Por që... Nuk e di se pasam kjeni ipja verme në atje spital. Në atë moment kur do dilje që do ndrojnë qunin, atëherë unë filloja qaja me të madhe, vijin informere, doktoreshat. Thoshin që dojnë qysht mashin mu, bobi thoshin do bëhet mirë. Unë thoja e di, gjaja, ishe ma gjata vijin për qafojin, puçin, qa nuk bajnë o deta. E dashur diturim, Zotit ka dhënë dhe një djalë tjetër, ke dhe një vajzë. Ta, me rovë, faleminderit, i kam o deta, por thu venin e njeri tjetër nuk e zasin. Pa tjetër, do bërë gjyshe, do gëzosh, por ai atje lartë është një ëngjëll dhe mendoje që është në parajs. Dhimbja është e madhe, derisa prindi i shkon fëmijës atje lartë, asnjëherë nuk u mbet ajo dhimbje dhe unë e kuptoj, por ndonjëherë dhimbja duhet kthyer në forcë për të vazhduar përpara. Është e vështirë një nën të thojë të vdekurit me të vdekurit dhe të gjallët me të gjallët, por... Jo, s'ka shanse. Se zjerë njëri nga goja këtë në deta. Asë një nan nuk e besoj ta zjeri nga goja këtë. E qartë, por kjo është jeta. Do ta pranojmë dhe dhimbjen, edhe humbjen. Nuk kemi çfarë bëjmë, duhet i pranojmë. Jemi në dorë të Zotit dhe ai vendos. Të gjithë jemi në një rresht. Do vi dita e çdo kujt për të ngjitur atje lart. Por të jetë me moshë dhe me radhë dhe jo kështu me të rinj se është fatale, por që... Ishe madhe deta kur them në erë se më bimë, thonë flasin gjithë, oj thonë nuk heti e para se janë diagnana plot, po si puna ime jam dhe të pashur, si që ja ju në shu qajnë atë. Kjo dhimje ishtë ashtë, si kush ka dhimjen e vetë, si kush di e dhimësërin e vetë ashtë, po me fëmin dhe nuk vijet me jo deta në botë. O Zotë, dhe më nirujtë Zotë i gjithë mitë. E dashur diturim. Po të keqen pa shumë faleminderit kur e ndjova që më kishe parë mesazhin o Zotë, tash ku do marrin telefon. Dhe ja, të mora dhe jemi bashk. Ngushëllimet më të sinqerta. Sinqerisht më pëlqen dhe më thotë burri o deta. Se unë e që rri pa gjumë, ti thotë i flet me o deta.
Ma merr telefonin për atë zote, e beson ma merr telefonin natën, edhe ma mbyll, thot, ti flej me Odeta, thot, unë nuk e di them. I thot edhe nusës, nuk e di pse më ka aq në zemër muaja, nuk e di them. Unë shoh vetë kur shoh ty sikur qetçoj trurin. Nuk e di. Të falenderoj dhe të përqafoj dhe do ishte kënaqësi nëse në ditët në vijim, qoftu nëse vi në Lushnjë dhe ti vjen në Tiranë, urin maket të ulemi dhe të pim një kafe. Po shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Po ti sa fëmijë ke, di që ke 2 pëçë ke çon got? Po, një vajzë dhe një djalë kam, 2 fëmijë. Ti kesh me jetë, o zoti i madh, Odeta, ti kesh me jetë. Të falenderoj, dashur, të falenderoj. Dhe forca. Gjaja do t'i japim fort, po. Për hir të 2 fëmijëve të tjerë, ne nënat e kemi detyrë të jetojmë për ata, të punojmë për ata. Po me Odeta do jetojmë, po them që zemra ime ka ikur. Shkurt. Të besoj. Tishma. Zemra jote është plagosur. E besoj këtë gjë. O Zot, them Zotit, o Zot, të lutem, më fal, o Zot, them kështu, them gjithmonë Odeta, mi jep jetë shnet tjerëve. Je çajje. Nuk e thot asnjëherë që thosh keqa kje, po nuk e them kur që keqa kje ikur, nuk e them kur të Odeta, nuk e them. Nuk ka si të ndodh. Kuptoj këtë pjesë. Mirë, dituri. Do mbetemi në kontakt dhe të përqafoj dhe të pudh nga Tirana. Ose mërzit kur bi unë herë mesazh, thjesht Jo, për respekt, jo për të bezdisur. Të përqafoj. Mirë, e dëgjuam historinë e kësaj nëne, një histori vërtet e dhimbshme, por Zoti dhën forcë për ta përballuar këtë dhimbje të madhe. Unë i falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju të dashur miq keni një histori për të denoncuar, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori shqiptare, histori të dhimbshme. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.